sistemi ynë qytetësor i kanë tanësi, ta i kanë disa vështirësi që janë veç, që është hapësira, pra hapësira është e vogël, është shumë e limitume. Pastaj është sistemi i referimit, zakonisht nuk bëhet mirë organizimi me nivele tjera, pra kujdesit në për regione, edhe lista esenciale çdo herë e famshme që u bë bisedë, edhe ajo është e ndihshme. Të paktën institucionet vendimarrëse të kenë prioritet për shërbime emergjente mjekësore. Kam kërkuar dhe po kërkoj edhe tash që shërbimet emergjente duhet të kenë buxhetin vetanak, po ashtu duhet të kenë edhe listën e banave, domethënë të jetë prioritet për shërbime emergjente mjekësore, në pajisje, në material shpenzues dhe në të ardhmen klinika emergjente duhet të posedoj kuadrin autokton. Në klinikën që udhëheqim është që në rand parë po e zonë barna nuk kemi të mjaftueshme për me mujtë me i krye aktivitete ditore. Ndoshta do të ishte dashur numerikisht të kemi numër më të madh motrave medicinale, do me thonë të spektrit të kuadrit të mesëm, të cilët nuk i kemi me bollak, sepse nuk ka pas për vite me radhë pranime, edhe në drejtim jemi të hendikepum. Ndoshta dhe doktora nuk ka mjaft, ka nevojë për drejtime të reja, për specializime të reja dhe për zgjidhje të reja, që jemi në një reduktim të punës e të aktivitetit për shkak të mjeteve që nuk i kemi, të buxhetit që nuk është adekuat.